3 gjëra t'i falin gjunahët. Ja Rabbi, sa madhore. 3 vepra, nëse i vepran t'i falin gjunahët. E para, pasi ta falësh namazin, jo me njëherë me ikë prej vendit të faljes. Jo me njëherë me ikë prej vendit të faljes, po rrej pak. Kur je klore falë drejkën, rrej pak. I këndijen, rrej pak marbor, me nejt pak në atë vendin e faljes, mos më ngrit me njerë. E dyta, kur njeriu merr abdes në ditë dhe në momente të ftohta. E ka kuptimin këto për mos më u keq kuptuar, se ndoshta diherë përpara kanë thonë kush merr ujë me abdes me ujë të ftoft, as sevap, s'ka lloj sevapi këtu. Mirë po është fjala kur ti nuk e anashkalon namazin obligimin, edhe pse është ftoft, edhe pse është nxehtë. Me çfarë kushte ti kesh, ti e kryen obligimin. Jo sot i kemi krejt mjetët, kemi ujtë nxehtë me bollek, që dikush edhe merr abdes me ujtë ftoft, se ma sevap. Jo mërë s'ka sevap këtu. Mos e po do të më çute mjeku minjarë po do të më çuar. Mirë po është kuptimi që edhe kur është moment edhe ftoht, edhe nxehtë, ti nuk e le obligimin. E dyta, e treta, më falni, kur njeriu shkon me fal namaz me xhamat. Allahu xhaleshanu t'i fal gjunat. O dashurit e mi po ndodh dhe për rastis. Xhamia është në mesin e fshatarëve, apo të lagjës, apo të qytetit. Edhe vakët falen me 10-15 vet, apo 3 vet, apo 2 vet falen. Besoni që është mjerim me marrë një mindel të madh, edhe me ulën me qajt. Ai tjetri thot unë i fali, po i fali në shtëpi. Po i dashuri im ti nuk e ki as 100 metra bre xhamien. Nuk e ki bas 200 metra be xhamien. Nuk e ki as 1 kilometër be xhamien. Nuk është larg. Për shëndet është me hecën bile. Sepse dhe ki sevapin prej ati momentit që merr abdes, edhe nisësh për me ardhën në xhami, je në namaz, derisa ta krysh namazin, derisa të kthehesh tek shtëpia jote, je duke e marrë shpërblimin e namazit. Kush i vepron këtë 3, Zoti xhaleshanu t'i fal gjunat.